Zhani Ciko është nga emrat më të fuqishëm të artit shqiptar. Megjithatë, ai nuk është vetëm një emër i madh, por është edhe një njeri i jashtëzakonshëm. Zhani vjen nga një familje artistësh. Babai i tij, Mihal Ciko, ishte mjeshtër kori i diplomuar në Konservatorin Giuseppe Verdi në Milano, Itali, ndërsa mamaja ishte profesoresh universiteti. Edhe pse Zhani Ciko në shohim shpesh në ekran, pak dihet për jetën e tij private, që është sa hermetike, aq edhe emocionuese. Por ajo që pak veta din, është se jeta e Zhanit, përveç skenave të mëdha dhe duartrokitjeve, fshen një histori dashurie të rrallë, një histori që fillon në një klasë mes notave të pianos dhe shikimeve të ndrojtura. Ai ishte profesor dhe ajo një studente e re, e bukur dhe plotëndra, quhej Rudina. Kur ishte profesor, ai u dashurua me një vajzë simpatike që ishte njëkohësisht edhe studentja e tij. Dashuria e tyre ishte aq e fortë dhe e sinqertë, saqë çifti donte ta çonte lidhjen në një tjetër nivel, siç ishte martesa. Por këtu kishte një problem, sepse familja e Rudinës nuk ishte dakord që ajo të martohej me Zhanin për shkak të diferencës së moshës, pothuajse 20 vite diferencë. Megjithatë, poja e Rudinës ishte po, dhe ajo e ka përceu këtë pengesë duke e finalizuar dashurinë me martesë. Sot Zhani Ciko është plot 80 vjeç dhe ka më shumë se 40 vite martesë me Rudinën. Edhe pse nga ana profesionale çifti ka qenë shumë i realizuar, ka diçka që duket se nuk ka arritur ta marrë nga kjo jetë. Çifti nuk ka mundur të ketë fëmijë. I pyetur për këtë aspekt të jetës së tyre, profesor Zhani thotë: "Ne donim të kishim fëmijë, por kjo nuk ka ndodhur. Pavarësisht kësaj, ne nuk e kemi humbur dashurinë dhe përkushtimin për njëri tjetrin. Janë disa gjëra që nuk janë në dorën tonë, por edhe pse nuk kemi patur fëmijë, përsëri mendoj se Zoti na ka bekuar. Përgjatë gjithë jetës, unë dhe bashkëshortja ime kemi punuar me student dhe shpesh ato janë bërë pjesë e jetës tonë, duke na mbushur jo vetëm ditën, por edhe shpirti me dashuri. Në jetë duhet të gëzohemi me atë që kemi dhe jo të vajtojmë për gjërat që nuk i kemi", është shprehur profesori Zhani Ciko. Kjo është një histori që të bën të reflektosh. Për më shumë histori interesante nga jeta e artistëve shqiptar, bëjni subscribe kanalit ton të YouTube-it.